qeverisë që po e mbronte veten nga drejtësia. Por do të theksoja edhe diçka tjetër. Kur vjen puna tek zonja Balluku, që ishte një nga personazhet më të forta ose më persona që kishte më afër zoti Rama, sigurisht që ai bëri diçka jashtë rregullave të lojës që ai kishte vendosur për Partinë Socialiste. Pra duke marrë në mbrojtje zonjën Balluku, ai ka prishur edhe balancat besoj brenda Partisë Socialiste, duke trajtuar ndryshe bashkëpunëtorët e tjerë dhe ndryshe zonjën Balluku. Këtu mund ta interpretojmë në dy raste, ose zoti Rama ka një besim të verbër ndaj zonjës Balluku, ose në rastin e dytë ai mund të ndihet i kërcënuar nga ato çfarë zonja Balluku mund të bëjë. Dhe unë mendoj që është kjo rasti i dytë që ai ndihet shumë i kërcënuar nga bashkëpunëtorja e tij më afër tashmë. E qartë, zoti Myrtolla, nga ana tjetër ju si e shihni të gjithë dosjet, çfarë pritet të ndodh me zonjën Balluku, pra cili do të jetë vendimi dhe nga ana tjetër çfarë do të ndodhë edhe me kryeministrin shqiptar Edi Rama? Unë mendoj që Partia Socialiste dhe vetë kryeministri Edi Rama do përpiqej që ta vonojnë sa më gjatë heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, sepse jo se atyre ju dhimbset shumë zonja Balluku se çfarë do ndodhi me atë, por ata duan të fitojnë kohë që të kenë mundësi të prishin provat. Kjo është e vetmja arsye logjike që na çon pse ata po kërkojnë më tepër kohë. Provat kanë aty të paktën sa kanë dalë mjaftonin për të treguar qartë se kishte arsye dhe prova konkrete që zonjës Balluku të hiqej imuniteti dhe SPAK të kishte mundësi të kërkonte arrestimin pra një gjatë kohës, për të vetmen arsye, sepse këtu rrezikohet prishja e provave dhe intimidimi i dëshmimtarëve. Dhe unë parashikoj, duke qenë se këtu është shumë i përfshirë dhe vetë kryeministri, të paktën ato të cilat kanë dalë në media, të paktën ato prova të vogla, ato sekuenca të vogla që kanë dalë, unë shikoj që aty është marrë dakosësia e kryeministrit dhe kjo është një shkelje e ligjit, dhe ai në këtë rast nuk është se po mbron zëvendës kryeministrin e tij, pa ishte duke mbrojtur veten e vet, dhe po duan thjesht të fitojnë kohë, të shkojë sa më gjatë kjo që të kenë mundësi të bëjnë diçka me provat. Unë nuk besoj që kjo do të ndodhi, sepse mendoj që ajo dosje është kopsitur mirë, ka kohë, madje mund të them që një pjesë të akuzave shumë të mëdha të atyre që janë folur janë denoncuar në këto 4-5 vitet e fundit edhe nga media dhe kanë dalë në disa media opozitare, shumë mirë të strukturuara. Besoj që SPAK-u ka arritur të bëjë një argumentim akoma më të mirë dhe i ka mbrojtur ashtu siç duhet provat, dhe parashikimi im është që thjesht po kështyhet një periudhë, po jepet pak kohë, por në përfundim kam përshtypjen që nuk ka shpëtim as për zonjën Balluku as për kryeministrin Rama në këtë histori. Qartë. Zoti Myrtolla, nga ana tjetër, përveç se zoti Rama kërkon ashtu si thatë ju të mbroj veten e vet apo edhe zonjën Balluku nga ana tjetër, a mund të interpretohet i gjithë ky reagimi i tij si një tentativë e kryeministrit për të shmangur ndoshta që edhe SPAK të shtrihet hetime mbi figura të tjera të qeverisë? Nuk besoj, domethënë ai e provoi duke bërë presion drejt gjykatës kushtetuese, këtu cënoi edhe një nga shtyllat e demokracisë, pra ku ekzekutivi ndërhyri drejt për drejt në instancat e drejtësisë, duke kërcënuar edhe me pagën e tyre, që kjo ishte shumë skandaloze. Unë besoj që në këtë rast ai jo se po ka merakun se po hetojnë disa të tjerë. Përsa kohë ai nuk është i përfshirë, ai ka treguar në këtë histori që nuk është se intereson shumë për bashkëpunëtorët e tij. Ai problemin e vërtet ka veten e tij dhe familjen e tij. Dhe në këtë rast, duke vëtuar zëvendës kryeministri zonja Balluku, problemi i vetëm është se prej zonjës Balluku mund të kalohet tek kryeministri dhe tek familjarët e tij. Ktu është problemi. Nuk besoj që me bashkëpunëtorët e tjerë të qeverisë mund të ndodhi diçka. Dhe këtu nuk kam përshtypjen që presionit po i bëhen për të ndaluar atë që ai tashmë ka të pashmangshme. Kushdo që ka bërë korrupsion dhe ka futur duart në paratë e buxhetit të shtetit, shumë sot apo nesër do të vijë mundësia që të përballet me drejtësinë.
E qartë. Zoti Myrtollari, nga ana tjetër, reagimet ndaj shëndrimit të kryeministrit Rama kanë qenë të ndara. Pra opozita e akuzon atë si një peng të zonjës Balluku dhe si të lidhur edhe me aferat në tendera në këtë dosje, ndërsa qeveria përpiqet nga ana tjetër të paraqesë ndoshta edhe mbështetje për të gjithë reformën në drejtësi. Dhe pyet Alin se çfarë mesazhi dërgon kjo tek publiku, mbrojtja publike e një zyrtari të rëndësishëm nga ana e kryeministrit, ndërsa nga ana tjetër SPA kërkon heqjen e imunitetit të saj. Po, e citova pak edhe tek një pyetje më përpara që mendoj që Ramës pikërisht tani i ra dhe maska, ku që gjithkohës ai mbronte dhe ditën e mbrojtje të drejtësisë, dhe drejtësia ishte shumë e mirë derisa nuk kishte arritur afër zotit kryeministër. Tani, në momentin që drejtësia ka shkuar shumë afër ti dhe zotit Rama, pra ne shohim që ai nuk është më një lloj ai mbrojtësi i drejtësisë. Këtu kemi një qëndrim me dy standardet të kryeministrit, i cili kur bëhet fjalë për persona që janë larg tij, drejtësia është duke bërë punën e saj dhe duhet ta lënë drejtësinë të bëjë punën e saj qetë. Në momentin që afrohet shumë afër tij dhe njerëzve të tij të afërt, drejtësia është duke prishur rendin demokratik, duke ndërhyrë në qeveri dhe duke mos lejuar qeverinë që të bëjë punën e saj. Do të thoja shumë qartë që këtu kemi dy standarde, i shikojnë edhe i logjikojnë çdo njeri i logjikshëm në Republikën e Shqipërisë dhe në këto ditë të ftohta dimri dhe në këtë fundvit është shumë e rëndësishme që t'i japim mbështetje drejtësisë në punën e saj, në hetimin e saj përballë zonjës Balluku dhe në një shoqëri normale do të mendoja që do të ishte mërzitur dhe do të kishte treguar një tjetër lloj raporti për sa i përket këtij skandali që në vetvete e ka rrëzuar komplet qeverinë. Unë si person që ka qenë aktiv në opozitë në të paktën 8 vitet e fundit, nuk është se më ka bërë shumë përshtypje ajo që ka ndodhur sepse ne i dinim deri diku. Ajo që ka dalë tani në media është thjesht faktuar ajo që ne e flisnim dhe diskutonim rreth e përqar. Po për një qytetar normal i cili nuk është shumë aktiv në media, kjo për mua do të ishte vija e kuqe, ku ai do tregonte mlefin dhe reagimin e tij përballë kësaj qeverie, e cila ka më shumë se sa 13 vite që po qeveris, ku janë larguar 1.1 milion shqiptar nga vendi dhe e kemi parë shumë qartë çka ka ndodhur me çmimet, pra me situata ekonomike, situata politike dhe nuk jemi ne aq të pasur sa të lejojmë këtë qeveri të vjedhë ashtu si ka pa pasur asnjë probleme, pa u dënuar dhe për më tepër pa u marrë pasuria mbrapsht atë çka i kanë vjedhur buxhetit të shtetit që financohet nga taksat e qytetarëve në fundit. E qartë. Mirë, nga ana tjetër është tjetër hetim ku është rasti i zotit Egys Agasi, i cili është bërë shumë mediatik dhe avokati i tij thotë se nga ana tjetër po përdoret politikisht. Dhe pyetja ime është se si mund të futet një person pa funksione publike në një hetim kaq të rëndësishëm politik? Shiko, kjo ishte strategjia e Edi Ramës dhe këtë strategji e ka zbuluar ish vendës kryeministri zoti Ahmetaj në një intervistë për një media tjetër ku ai theksonte shumë kohë më përpara ku publiku nuk e njinte se zoti Agasi ishte një person shumë i rëndësishëm në Partinë Socialiste dhe merrte vendime shumë të rëndësishme në qeveri pa pasur asnjë lloj posti. Dhe sigurisht për një person i cili nuk ka asnjë post dhe nuk duhet firmosi askund, por që kishte kaq shumë influencë tek qeveria, do të ishte shumë i mbrojtur nga drejtësia. Do donin shumë kohë ndoshta për ta zbuluar dhe kjo ndoshta ka meritën dhe zoti Ahmetaj i cili e denoncoi pari që tregoi si për verat, që në atë kohë nuk u mendonte kurrë, domethënë dikush edhe mund ta kishte marrë si me qeshje se mund të kishte mjaftuar shumë fakte të tjera për diskutuar dhe të diskutojë ti një shishe verë. Ndërkohë që sot, me atë që pam që u flitet për një shumë prej 3 milion euro është domethënë në vera që është jashtë çfarëdo lloji logjike për një qytetar normal, që të ishin vera për qef, vera luksi, të hyra gjithashtu kontraband sepse ishin pa pull fiskale dhe i zotëronte një person i cili është akuzuar nga një nga personat më të lartë të Partisë Socialiste, zoti Ahmetaj, si një person që ishte koordinator për banda të cilat ishin një shqetësim shumë i madh. Partia Demokratike i ka denoncuar vazhdimisht që pjesëmarrjen e bandave në zgjedhje, të cilat kanë deformuar vullnetin e votuesve dhe një nga këto akuzat